Për sa i përket çështjes tek vila e diktatorit, duhet jemi të qartë, askush nuk mendoj që ka një njeri normal që mendon që e dinim ne që çka kishte aty brenda, kuptojmë që ishin këta artistë, nuk e ditë njeri dhe ndjek keqardhje që ata ishin aty brenda. Më do ftoj që herën tjetër ata bën pjesë e protestës sepse kjo qeveri është qeveria që ka shkatruar teatrin kombëtar, që është një pasuri kombëtare, monument kulture. Nga qëllimisht ajo zoti Balliu sepse pat shumë policia ishte shumë pranë, kryeministria me vilën. Tani vetëm ma shumë policë se linë e Partisë Socialiste. Në për sa i përket, sa pati një diskutim gjatë protestës që dëgjonim që Edi Rama është me prodën tek Vila e Enverit. Pati një lajm të tillë që doli dhe qarkullonte. Dhe kjo patjetër irritoi qytetarët dhe ata u sulën me idenë KPK Qelbësirën tek vila e Enver Hoxhës. Ne pa diskutim nuk dinim dhe ndje keqardhje që ata ishin aty, artistët, por thash, unë do t'i kërkoja edhe atyre artistëve që radhës tjetër të dalin dhe ata në protest me ne, sepse qeveria dhe ai kryeministri që këta takojnë atje është përgjegjës për shkatrimin të teatrit kombëtar, kur artistët shqiptar ishin brenda teatrit. Kanë shkatruar kur artistët shqiptarë ishin brenda dhe i kanë goditur me shkopagome artistët, i kanë goditur me shkelma, i kanë goditur me gaz blocjelës, i kanë goditur me spray djeks në fytyrë, shumë prej tyre kanë shkuar në spital, më pas i kanë arrestuar artistët. Pra në këtë aspekt dhe këtyre artistëve unë do t'i kërkoj herës tjetër që ata të bëhen pjesë e kësaj proteste. Se nuk ka merak Edi Rama tek arti apo te kultura, sepse sa ka ardhur në pushtet Edi Rama, është mbyllur Galeria e Arteve dhe bën 14 vjet që Galeria e Arteve nuk hapet. Sa erdhi në pushtet, shkatroi Galerinë e Arteve, shkatroi teatrin kombëtar. Pra në këtë aspekt, propaganda që kërkojnë të bëjnë ato është tjetër, kurse e vërteta është komplet tjetër dhe është e dukshme. Për sa i përket formës së protestës, unë do t'i ftoj të gjithë qytetarët që ne të protestojmë siç protestohet në Francë, siç protestohet në Itali, siç protestohet në Amerikë. Unë i ftoj të gjithë qytetarët të protestojnë siç proteston bota e lirë. Unë botë lirë njoh Francën, njoh Italinë, njoh Greqinë, njoh Gjermaninë, njoh Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është protest dhe do dalim në protest, por bie dakord me një gjë të cilët kanë diskutuar dhe aleatët tonë dhe janë aleatët tonë dhe ne i falenderojmë për gjithë mbështetjen që i japim dhe na vjen keq që shumë nga paratë e Bashkimit Evropian që vinë në Shqipëri në fakt shkojnë tek xhepat e Frida Krivsës, Edi Ramës dhe të tjerëve që i vjedhin siç janë fondet IPAN. Na vjen shumë keq për këtë çështje dhe ne e kemi denoncuar këtë çështje. Ne e kemi bërë problem këtë çështje dhe ne po protestojmë dhe për paratë që u janë vjedhur edhe atyre në këtë aspekt. Por një diskutim që ata ngritën është shumë i vërtet. Situata po vjen duke u përshkallëzuar dhe pa diskutim që për sa kohë qytetarët vidhen në mënyrë sistematike, jeta e tyre është e pasigurt, për sa kohë policia i shërben krimit organizuar, sigurisht do përshkallëzohet. Pa diskutim që situata do të përshkallëzohet dhe patjetër ne kërkojmë që të ketë një tavolinë, ta komandojnë aleatët për të filluar diskutimet për qeverinë teknike tranzitore që të kthejmë stabilitetin në vend, sepse Edi Rama ka destabilizuar shoqërinë.